Jo vetëm mjedisi, por dhe siguria ushqimore janë dy kapituj sfidues në rrugën drejt integrimit europian. Kryesocialisti Edi Rama në prag të nisjes së sesionit të ri parlamentar mblodhi grupin e Partisë Socialiste për t'i kujtuar afatin se brenda vitit 2027 duhet plotësohen të gjitha kushtet për integrim, një premtim i dhënë shqiptarëve, të cilët në zgjedhjet e 11 majit i besuan 83 mandate. 83 mandatet imponojnë shumë gjëra për këtë forcë politike, duke filluar nga detyrimi që fundin e 2027-ës ne të dalim përpara atyre që na i dhanë 83 mandate dhe të tjerëve që nuk na votuan dhe t'ju themi që ne e bëm atë për cilën ju kërkuan votën. I mbyllëm negociatën me Bashkimin Evropian. I mbaruam detyrat tona. Pastaj detyra tjetër është sigurisht pjesa e këmbguljes politike me të gjithë kryeqytetet e Europës, me të gjithë parlamentet, me të gjitha qeveritë që të bëjnë ratifikimet për të anëtarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Vetë kryeministri e pranon se me nivelin e ulët të sigurisë ushqimore që ka sot Shqipëria, jemi të paintegrueshëm në Bashkimin Evropian. Ai shtoi se vendi ynë është në negociata me Bashkimin Evropian që t'i lihet një fazë ndërmjetme 5-vjeçare me qëllim që kushtet për këtë kapitull të plotësohen deri në 5 vite pas anëtarësimit, që synohet deri në vitin 2030. Një metodë të tillë Shqipëria ka negociuar me Bashkimin Evropian edhe për kapitullin e mjedisit, ku është rënë dakord shtyrja e afatit për plotësimin e kushteve. Betejë kryesore është për sektorin e prodhimit ushqimor. Për të gjithë prodhuesit në fshat, për të gjithë sipërmarrjen që përpunon prodhimet ushqimore. Në kushtet e sotme, ne jemi të pa integrueshëm në Bashkimin Evropian për shkak të nivelit të pamjaftueshëm të sigurisë ushqimore sipas kritereve të Bashkimit Evropian. Dhe për këtë arsye, po përpiqemi të fitojmë një fazë të ndërmjetme prej 5 vjetësh, pas anëtarësimit. Ishte i qartë me deputetët socialist kur u tha se për këtë çështje nuk duhet të falin asnjë dhe askënd. Rama po ashtu ula porosi që të zbresin në terren dhe në asnjë rast të mos e mendojnë braktisjen e territorit, duke shtuar se ky nuk është një opsion për një forcë politike si Partia Socialiste. Për këtë arsye duhet një super punë, por edhe një super vendosmëri. Dhe një super vendosmëri nga ana jonë si vendimarrës për të mos falur asgjë dhe askënd në emër të nevojës që të vazhdoj të punoj, që të vazhdoj. Gjithsekush do të vendoset në pozita shumë të forta përgjegjshmërie dhe pune, sepse në rastin më të mirë janë vetëm 10 vjet përpara. Nëse do të llogarisim 2030-ën si vitin që jemi ulur në tryezën e Bashkimit Evropian dhe 5 vitet si periudhën e ndërmjetme që uroj dhe besoj do ta sigurojmë duke negociuar me Bashkimin Evropian. 10 vjet. Shkojnë shpejt. Më pyesni mua sa shpejt shkojnë. Dhe në ndërkohë puna për të bërë shumë e madhe. Ribraktisja e territorit si zakonisht në të shkuarën nuk duhet dhe nuk do të mund të jetë një opsion për këtë grup parlamentar. Natyrisht që për sa i përket kësaj do të flasim më konkretisht në asamblenë e ardhshme kombëtare së shpejti. Të shtunën Rama do zhvillon një tjetër mbledhje, tashmë me kryetarët e bashkive. Në fokus do të jetë angazhimi i tyre në përmbushjen e detyrave, lidhur kjo dhe me procesin e integrimit për realizimin e reformave dhe mbylljen e grup kapitujve.